Një drogë sintetike në formë karamelesh që synonte kryesisht adoleshentët, por shpërndahej pranë shkollave të mesmet, derisa sektori i luftës ndaj drogës në policinë e Durrësit zbuloi skemën. Droga kamuflohej në këtë mënyrë me synim shmangjen e vëmendjes së autoriteteve drejt shpërndarësve, por edhe për të joshur të rinjt. Hetimet treguan se laboratori i përpunimit ndodhej në Tiranë, ndërsa lënda narkotike Kotoko përshpërndahej kryesisht pranë institucioneve arsimore në qytetin bregdetar. Mbi bazë të provave të siguruara, policia finalizoi operacionin Shija e Hidhur, gjatë të cilit u arrestuan vëllezërit Ledio dhe Rubin Lemeti, 20 dhe 25 vjeç, nga Kavaja por me banim në kryeqytet. Një bashkëpunëtor i tyre, 20 vjeçar, u shpall në kërkim. Në kushtet me njëri tjetrin, ata kishin përgatitur kushtet për përpunimin e lëndëve narkotike, duke arritur të prodhonin lëndë narkotike sintetike në formë gelatina. Në banesën e të arrestuarve, policia zbuloi një laborator të mirëfillt, duke sekuestruar sasi të drogës në formë karameleje, lëndë narkotike kanabis, 550 gram material sintetik të gatshëm për prodhim, peshore elektronike, kallëpe plastike dhe përbërës të ndryshëm për përpunimin e drogës. Policia u gjeti dhe sekuestroi 50 paketime me drogon sintetike me peshë totale 650 gram. Dyshimet janë se rrjeti i prodhimit dhe hedhjes në treg të drogës në formë karameleje mund të jetë më i gjerë. Ndaj grupi hetimor është përqendruar në zbulimin e bashkëpunëtorëve të mundshëm të 3 të rinjve tashmë të identifikuar.